E shënuam ditën të gjithë së bashku me këto 3 video shumë interesante, ndërsa si që dini, sot është e premte dhe pasteli i ditës së sotme përmban shumë ushqim, përveç rubrikës Çka ka me hëngër, do të kemi edhe atë delicious, ku Genti do të paraqitet nga kuzhina e Square 21 me një ushqim të cilin ai do e përgatis. Ndaj do të lidhemi tani për tani me Gentin drejt për së drejti. Përshëndetje Genti. Përshëndetje Rina dhe përshëndetje për të gjitha ata të cilët po na ndjeken. Si po kalon? Bukur shumë. Si asnjë nga parë, faktikisht, periudhën e fundit ka filluar që kuzhina apo gastronomia të më hyjë në gjak dhe mezi po pret që të gatuj diçka. Nuk do të thonë që vetëm premten po gatuj këto në pastel, mirë po ka filluar të më bëhet edhe shprehji, po fillu me gatuar në shtëpi. Po, Genti është një gjë shumë e bukur sepse do të ndihmoj që edhe gjatë përditshmërisë të përgatisësh diçka edhe kur të mbesësh vetëm kështu në shtëpi. Mirë po, sidoqoftë, çfarë ke vendosur? Mirë po, ndihmon mua dhe në gjetje të nusës. Ndihmon. Besoj Genti që të gjitha nënat të cilat janë duke e parë tani pastelin, po mendojnë që për vajzat e veta të gjejnë dikë si ti. Shpresoj të jetë ashtu. Që din t'i përgatis, pse jo? Ose gjitha vajzat. Gjithsesi, mos të marrë shumë kohë. Dua të falenderoj për zemës që jeni me frekuencat e televizionit 21, për sot kam përzgjedhur t'ju përgatis pasta me 4 lloje të djathërave. Ja ku e kemi pastën për përgatitjen e këtyre, domethënë këto janë gnjoka dhe duhet prej 23 deri në 25 copë t'i ketë për një porcion. Pas asaj shkojmë, kemi ajk. Pas kësaj, kemi blue cheese apo djathë të kaltër. Pastaj kemi brie cheese, kemi mozzarella, kemi parmezan, kemi vaj ulliri, kemi veget dhe kemi piper. Atë, shkojmë atër me përgatitjen e këtyre. Okej, i hedhim gnjokat dhe pas gnjokave shkojmë dhe i hedhim ajkën. Ja kështot. Me që kemi hedhur ajkën, presim që të nxehet. Për përgatitjen e kësaj recete nevojitem prej 5 deri në 7 minuta. Okej. Me që filloj të vlon ajka, tash do shkojmë dhe t'i hedhim llojet e djathrave. Shkojmë dhe hedhim djathrin blu apo djathrin e kaltër. Pastaj heqmi brie cheese, urdhëro. A e ke përgatitur ndonjëherë më herët këtë specialitet? Jo, është radha ime parë. Po. Pastaj hedhim edhe mozzarellën me parmezanin. Dhe me që i kemi hedhur të gjitha, e përzijem pak. Për të gjitha ata shikues të cilët janë kyçur tani, jemi duke përgatitur pasta me 4 lloje të djathrave. Për përgatitjen e kësaj paste me 4 lloje të djathrave, nevojitem blue cheese, brie cheese, parmezan, mozzarella, ajk dhe gnjoka. Gnjokat dal nga dal kanë filluar të bëhen. Mirë po, kemi edhe pak kohë. Tash është koha që të hedhim vajin e ullirit. E hedhim vegetën. Genti, është shumë e shishme. Është recetë të cilën e kam provuar. Sa të pëlqejnë personalisht pastat? Shumë. Shumë më pëlqejnë pastat. Po saqërisht kjo me 4 lloje të djathrave. A mendon që është një ushqim të cilin duhet konsumuar ndoshta më shpesh se sa njerëzit? Jo shpesh, mirë po. Është e mirë për ta provuar. Dal nga dal sosi është gati.
gati janë edhe këto, tash i marrim dhe i hedhim në sos. Për të gjitha ata shikues të cilët janë kyçur edhe një herë po përmendim, jemi duke përgatitur pasta me 4 lloje të djathërave. Pasta faktikisht gnjokat janë bërë tani më, tash ka mbetur edhe kjo dhe mendoj që është gati. Po. Dhe ta shkojmë dhe servojmë. Përpara se ta servojmë, unë do të me dekoru me stilin tem. Me stilin tem duhet me dekoru une pjatën. Besoj që ma tani ma keni mësuar se si dekoroj pjatat, shkojmë me këtë këto, me këtë këto dhe me këtë këto. Dhe tash magjia në duart e Gentit. Shkojmë kështët, shkojmë kështët. Dhe me që janë gati, shkojmë dhe i servojmë. Shumë qishme janë bo. Si që i thojnë ajo fjalla popullore, milli pi gishtat. Okej. Këtë e kemi gati, ose pela këto. Tash e dekorojmë edhe me pak parmezan prej sipër. Kështët. Shkojmë dhe pak magdanos. Dhe për fund i vendojmë këto. Dhe ja ku është gati. Sot miqtë dashur, kemi përzgjedhur të gatuajmë pasta quattro formaggio, si i thojnë, apo gnjoka me 4 lloje të djathrave. Për përgatitjen e kësaj recete nevojiten blue cheese apo djathi i kaltër, brie cheese, nevojitet parmezan, mozzarella, nevojitet ajk, nevojitet vaj ulliri, nevojitet vegje dhe nevojitet piper. Dhe është gjithçka gati. Shumë bukur. Faleminderit shumë që përgatite një gjë kaq të mirë. Po. Që dhe mund. Definitivisht. Unë do t'ju falenderoj për zemërsisht që më përcjellët mua, unë ju lutani me shoqërimin e rinës. Ne do shihemi nesër, deri nesër, miropafshim dhe ju dua. Kalofsh sa më mirë Gentit, përshëndes edhe unë. Edhe falenderojmë shumë Gentin që është lidhur drejt për drejt nga kuzhina e Square 21 për të na gatuar.